Kalojmë tek e treta, tek receta e tretë në këtë pjesë të fundit, çfarë përgatisim, shohim një herë së bashku produktet derisa Albana t'i ketë të gjitha në tryezë. Ata e lëmë se më duhet. Gjethe spinaqi, kemi një vezë, pak galet, krip piper të zi, të shohim se për çfarë bëhet fjalë. Gjethe rushi? Gjethe rushi mund t'jenë gjethe pazie, mund t'jenë gjethe fiku, gjethe jeshile. Po. Gjethe jeshile, rushi, spinaq, pazi, të skuqura në këtë rast, kemi marë gjethe rushi ose gjethe spinaqi, ne kemi spinaq, djath të thërmuar, majdanoz të grirë, galet ose miell, vezë, krip, piper i zi, vaj për skuqje. Gjethe jeshile do të shkruajmë të skuqura. Faktikisht unë da bëjmë gjethe rushi faktikisht. Se i kemi nuk në treg. I pash edhe të tishin ashtu si doja unë. Po, ishin aq të vogla sa që them të drejtën djersët më shkonin dhe më vinin. Dhe thash sot do ta kursej veten për djersë sot. Atëherë unë të marr, se kemi gatuar ditë më përpara, ja prakët, për ta parë recetën e keni në kanalin tonë në YouTube, se është koha e japrakëve, sa i kemi pak kohë. Edhe një tigan. Të njoma, mund t'i shfrytëzojmë për të bërë këtë recetë tradicionale. Si veprojmë me përbërësit? Kam një vezë, gjë që kisha dhe 2 të bardha vezësh për përpara. I ra. Me pakës krip edhe vaj. Këtu vendos vaj ulliri. Ama këtu, për skuqje më duhen të jetë vaj, ule dielli. Nuk dua që peta të më notoj. Me pakës fare, piper, e lëmënjan. Kam apo s'kam mjaftueshëm galet, derisa unë të shtrit të gjithë këtë gjethe, besoj se nuk më del. Në të marë, e mora në telefon të utën dhe i thash me pak tërshër. E kjo tërshëra kokër plot është si më e mira, themi ne, për ta përdorur në gatim. Kemi folur për këtë drithër të shëndetshme, se si mund ta përfshim atë në dietën tonë ushqimore. Kemi folur javë përpara në fakt me Altin Jokën për treguar benefitet vlerat ushqyese se si një nga drithrat që ka goxha fibra, që ka proteina dhe që na bën shumë mirë për shëndetin, si mund ta përfshini dhe ju në receta të ndryshme. Një prej tyre, kështu duke e shfrytëzuar në këtë moment me pak galet. Dhe galeta dua të shtyp pakës krip, sepse bëhet galet. Po. Pak. Pa hequr dorë nga përdorimi më i zakonshëm dhe më i shëndetshëm që bëjmë për tërshërën, Albana, siç themi edhe mëngjeset tona, kos tërshër fara. Pak mjalt dhe i kemi siguruar trupit një dozë nutrientësh për të përballuar më së miri energjinë e ditës, lodhjen, për të qenë të ngopur mbi të gjitha. Largoj dhe për të shërbyer zorës. Tani. Gjethet i kam larë, e mirat mirave është që duhet i kalojmë pak në ujë të nxehtë. Po, kur janë të njoma, sërisht tjetrën e kaloj në një tas pak më të madh, sepse është
më duhet që të jetë vaj i nxehtë. Ups. Një dush. Pra, si që mund të bëhen dhe me ato gjethet e kungullit, lullet e kungullit, për shumë. Me qatë duham ne, kemi bërë. Ja. Te i skuqim. Gjethet e rushit, sepse ashtu e kisha menduar, gjethet e lakrës, dhe skuqim gjethet e rushit të tilla, dhe vendosim ja prakët sipër. Po. Do thoni, ju ku na ngop në një gjethet? Jo, vendosen sipër. Vendosen sipër, sepse kjo është... Super. Bëhen kështu si kërce ato, kanë butësinë e gjethes brënda. Dhe mund t'i përzjeni, për shembull, disa gjethe rushit, disa gjethe spinaqi, disa gjethe përzije, lule, si që thamë, kungulli, të cilat i kemi sjell dhe mund të eksploroni tek YouTube-i jonë, që po i sjellim si ide. Një zhytje, pra duhet të jenë të thara fillimisht gjethe, sepse nëse do të jenë të njoma, nuk do të kenë mundësi që të marrin vezën kur t'i zhysim, nuk do të lyen mirë nga dy anët me sasinë e vezës. Prandaj duhet të jenë të thata që atë lagështi që do të mbartin do ta marrin pikërisht vezën e rahur. Më pas në galetë dhe të shër, të cilën nga bishti, se zua që të prishen. Dhe sërish i kthej nga bishti. Me çfarë shkoni do thoni ju? Direkt zgjidhjen. Niki me çfarë do më thuaj? Më thuaj, të bën kjo? Kemi nga Tigullio shumë opsione faktikisht. Do të t'i sjell këto kështu dhe pastaj zgjidhja jote se çfarë. Kemi disa modele të tilla, ndoshta këtu poshtë kemi më tepër. Pesto që është me zakonshme dhe me përdorshme vetëm për pastat, por ja dhe në gatime të tilla apo në sallata të ndryshme, shihni variantet e mundshme me të cilat mund t'i kombinoni dhe mund të përmirësoni shijen e këtyre gjetheve jeshile të skuqura. Për shembull, rikota me tartuf dhe me piper të zi që është fantastike, me speca dhe arra po ashtu fantastike. Me rikota dhe pistakjo përsëri një shije për t'u eksploruar. Nga Tigullio, Teuta na mundëson që ne të fantazojmë, të eksplorojmë, të jemi shumë kreativ në kuzhinë. Ndaj këto kavanoza nuk i përdorim vetëm për, siç e tham, për pastat, por edhe për raste të tilla, për paninet për shembull, për pitet e mbushura. Pa thashun që nëse juve nuk keni mjaftueshëm galet, përsëra jep edhe një shije akoma më ndryshe. Po. Ja, direkt këtu. Ngjit më shumë tek gjethet të shëra. I kthejmë nga të dy anët, i lëm ashtu siç janë me bishta. Janë shoqërusja më e mirë e verës dhe e birrës. Tani, sa kohë kemi që të diuam? Ne nuk kemi as pak kohë, do të sjell edhe tavën. Nuk e di është mpiksur apo jo, më mirë po e lë. Më mirë po e lë, sepse nuk dua që të prish strukturën, që është ato pjesë, ka atë pjesën e lëngshme ende. Kështu që për më gjerë, do ta shikoni recetën e kungulleshkave në tavë, në rrjetet tona sociale dhe në kanalin ton në YouTube me gjithë mënyrën e përgatitjes gjithë videon përkatëse. Po ashtu dhe gjethet e skuqura dhe byreku me presh dhe me oriz. Të lumshin duart, nesër me të tjera receta në kuzhinën ton. Ne ju përshëndesim dhe unë ju pres pas pak në bisedën me Altin Jokën, ku do të flasim për anemin, si do ta zgjidhim atë natyralisht.